Riemann ishte protagonist absolut i pjesës së parë të ndeshjes mes Shqipërisë dhe Andorrës. Bombëri Kuqezi shënoi 2 herë në portën e miqve, duke i dhënë Shqipërisë një avantazh të rëndësishëm për këtë duel. Kësaj i shkroi emrin në historinë kombëtare, pasi arriti numrin e 10 golave të shënuar me fanellën Kuqezi, në atë që ishte ndeshja e 40. Manaj është bashkuar në listë 2 emrave shumë të njohur si Iglitare dhe Sokol Kushta, të cilët kanë shënuar po numrin 10 të golave me kombëtaren. Objektivi i radhës është një tjetër dyshe shumë e njohur, ajo Raku i Salihi, të cilët ndalën karrierën e tyre Kuqezi në kuotën e 11 golave. Shqipëria ka bërë detyrën në Tiranë teksa ka mundur me shifra 3-0 Andorrën në ndeshjen e dytë kualifikuese të Botrorit 2026. Një sfidë ku trajneri Silvinjo ndryshoi plotësisht repartin e sulmit pasi duhej bërë lojë ofensive, Kuqezinë krijonin me brojën dhe finalizonin në Manejn, i cili tundi 2 herë rrjetën në pjesën e parë. Në fraksionin e dytë të lojës, skuadra Kuqezi mendoi më shumë të administronte minutat dhe goli i fundit erdhi vetëm në shtesë Monsonin për të vullosur një sukses 3-0.